Virtyti i tretë. Lutja e të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për atë që e do Husejnin. Transmetohet se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Duaja atë që e do Husejnin, o Zoti im." Kjo është një pjesë e hadithit të lartë përmendur për të cilin të dy kanë të njëjtin nivel saktësie. Në këtë hadith shikojmë gradën e lartë që ka Imam Husejni, këtë e kuptojmë nga fjalët e bekuara që ka përdorur i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, në lutjen e tij. Ashtu siç kuptohet grada e atyre që e duan Imam Husejnin, ashtu kuptohet edhe gjendja e atyre që e urrejnë atë dhe ata që e duan atë, Imam Husejnin. Ose ya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Sigurisht, të padrejtët do ta shohin se në çfarë mundimi do të kthehen pas vdekjes.